Aksident tragjik raportohet për 4 të vdekur dhe 5 të lënduar. 4 persona, mes tyre dyshohet 3 adoleshent, kanë humbur jetën pas një aksidenti të rënd rrugor mes një makine dhe një taksie në Bolton orë të parë mëngjesit të së dielës. Sipas policisë së Manchesterit të Madh, një automjet tip Seat Leon i ku që përplas me një Citroen C4 Picasso në Wigan Road rreth orës 00:45. Si pasojë përplasjes humbën jetën drejtuesi i Seati dhe 2 pasagjerë, të gjithë të moshës 18 dhe 19 vjeç, si dhe drejtuesi i Citroenit, një burr rreth të 50-ave, i cili rezultoi të ishte shofer taksie. Të 4 personat u shpallën të vdekur në vendngjarje, ndërsa 5 pasagjerë të tjerë të plagosur u transportuan me urgjencë në spital për ndihmë mjekësore. Kryeinspektoria e Manchesterit të Madh, Helen McCormick, konfirmoi se po kryhet identifikimi formal i viktimave dhe se familjarët janë njoftuar, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave vijojnë.